Mes emocioneve të forta, lotëve të gëzimit dhe duartrukitjeve të pandërprera, Teatri Migjeni uli si pari në edicionit të 64 të festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë, një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike kushtuar talenteve të reja shqiptare. Pas 3 netëve konkurim, juria shpalli fituese të kategorisë junior 9 deri në 14 vjeç, Eslin Kurtin, me këngën Kërce me mua. Përveç çmimit të parë, ajo fitoi edhe të drejton për të përfaqësuar Shqipërinë në Junior Eurovision 2026, duke e bërë triumfin e saj edhe më të veçantë. Në kategorinë e të vegjëlve, çmimi i parë shkoi për Ajri Drishti me këngën Nuk kam ku luj, e cila spikati me interpretimin dhe energjinë e saj në skenë. Jam shumë kënaqur për veten, ndihem shumë e lumtur. Të gjithë ne konkurrentët kemi punuar shumë fort për këtë arritje. Falenderoj kompozitorin, tekstshkruesen, jurin që më përzjodhi mua si fituese dhe siç është jam fitor të prindërit që më kanë mbështetur në gjithë të rrugëtim. Prezantimi në Junior Eurovision Song Contest është një përgjegjësi e madhe, sepse unë do përfaqësoj Shqipërinë në Junior Eurovision, po mezi po pres. Po, ndjem shumë. Se prisja këtë gjë. Baba i tim që më ka bërë tekstin dhe muzikën dhe Ilir Zogës që më ka bërë orkestrimin. Producentja ekzekutive e festivalit, Manjola Lloja, vlerësoi nivelin artistik të këtij edicioni, duke theksuar se përzgjedhja e këngës që do të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Eurovision ka shtuar peshën edhe përgjegjësinë e festivalit. Pa diskutim, vendosja e përfaqësimit në junior nga fituesja e kësaj kategorie në festivalin ton është një vlerë që i shtohet festivalit. Por pa modesti, në emër të 64 viteve punë edhe të një laboratori të jashtëzakonshëm të krijuesve që ka shërbyer si trampolin për qindra talente që na kanë krijuar pastaj mundësinë të emocionohemi si shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kudo në botë. Po e them edhe një herë, pa modesti, dua të them që mendoj që Festivali i Shkodrës në fakt i bën nder Shqipërisë që të zgjedh ai përfaqësuesen në këtë garë ndërkombëtare. Ndërkohë, drejtuesja artistike Orieta Kela u ndal tek puna intensive e zhvilluar gjatë përgatitjeve, duke vlerësuar kontributin e korit të festivalit dhe për kushtimin e fëmijëve pjesëmarrës. Ndjem krenare për një kor të mrekullueshëm të fëmijëve, për çdo këngë që ka ardhur, por megjithatë ndjem krenare me një staf të përkushtuar dhe të mrekullueshëm që ka qendra kulturore dhe që ka pikërisht ky festival. Gjatë 3 netëve të festivalit, Shkodra u kthye në qendrën e muzikës për fëmijë në hapësirën shqiptare. Në skenën e Teatrit Migjeni u prezantuan 31 krijime të reja, të cilat sollën ngjyra, emocione dhe mesazhe të veçanta, duke konfirmuar edhe një herë traditën dhe rëndësinë që ky festival ka në promovimin e brezave të ri të artistëve shqiptar.